Platforma qëndron ende e hapur, e tillë do të jetë vetëm edhe për një ditë. Afati për të aplikuar për pajisje me mjetet për blerjen e teksteve e materialeve shkollore mbyllet të premten e 14 gushtit. Deri tani, kërkesë për mjete nga Ministria e Arsimit kanë bërë afër 180.000 prindër e kujdestar ligjor, ndërsa verifikimi i aplikimeve sipas Ministrisë ka 3 ditë që ka filluar. Gjithsej, 1228 koordinator janë duke bërë verifikimin e të gjitha aplikimeve. Verifikimi i aplikimeve është në ditën e 3. Deri më tani janë trajtuar 79.000 aplikime, ndërsa 78.000 aplikime janë aprovuar, kurse kemi mbi 500 aplikime që janë refuzuar nga verifikimi i koordinatorëve. Arsyet e refuzimit sipas drejtoreshës së Departamentit për Arsim Parauniversitar, Anita Kadriu, kanë të bëjnë kryesisht me nxënës të cilët nuk gjenden të regjistruar në shkollat përkatëse. Një ndër shkollat në kryeqytet që veç se ka përfunduar aplikimin për subvencionim është Emin Duraku. Tash është periudha e verifikimit të aplikantëve se a janë nxënës të shkollës ajo. Pasi formatave kuptohet, mund me pas tentime për me apliku qoftë gabim gjatë plotësimit të limut apo qoftë qëllimisht, por koordinatorin bazë të listës së nxënësve e bën verifikimin dhe ata që tentojnë kuptohet refuzohet dhe nuk mujnë me realizu përfitim. Por me këtë formë të subvencionimit të teksteve shkollore, vazhdojnë të jenë të pakënaqur nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit. Kemi qenë kundër kësaj mënyre të shpërndarjes së teksteve. Ne kemi insistuar dhe kemi kërkuar publikisht që të vazhdojmë atë mënyrën e përparme ku tekstet shkonin në shkollë dhe prindrit ishin të liruar që të vrapojnë nga libraria në librari. E mira e kësaj si vjet ndoshta mashti ka mësu nga vitet e kaluar dhe si vjet është bërë hapja aplikime më herët. Por kur pritet që prindrit t'i marrin mjetet për blerjen e teksteve shkollore? Në momentin që do të përfundoj verifikimi i aplikimeve nga ana e koordinatorëve, Ministria e Arsimit do të fillojë me transferimin e mjeteve në xhirollogarit e prindërve. Për subvencionimin e teksteve shkollore, qeveria e Kosovës ka ndarë mbi 14 milion euro.